Këto do t'jenë 5 vendimet e para që do t'i marrim si qeveri në mandatin ardhshëm. Miratimi i buxhetit rekord prej 4 miliardë euro në vitin 2026. Procedimi i ligjit 3 për çmime tavan, ashtu që të frenohet abuzimi i tregtarëve me rritjen e çmimeve. Procedimi i ndryshim plotësimit ligjit që heq kufizimin e punësimit për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që marrin beneficionin. Miratimi i vendimit për pagesën e pagës së 13 për të gjithë shërbyesit publik që në fillim të vitit. Miratimi i pakos për përballje me inflacionin 2.0 në vlerë prej 200 milion euro, e cila përmban së pari mbështetjet njëhershme për pensionistët, fëmijët që marrin shtesa, studentët dhe punëtorët e sektorit privat. Së dyti, rikthim të skemës për subvencionim të kursimit të energjisë elektrike, nga e cila pritet të përfitojnë subvencionim të faturave të energjisë elektrike mbi 200.000 familje në Kosovë.